que la playa está de baile. Otra que no pare. Dale duro hasta que salga al aire. Oye, oye. Hey, Suena. po qatë mjëllë me më pëlqen kjo mjëllë për zote. Ja kam vjellë qanit këtë mjëllë. Ne mos gjeli atri vla. Je ma. Si ju kam sot je. Këto puntata të ditë janë këshu. Gjitha raket, bam. Është interesant po. Them që t'janë këshu puntata për të shplodhi qikse. Situata është me protesta dhe me këto gjonat. Munohem t'jem sa ma aktiv me juve. Si ju kam e një lodhë qikë. Se me protestën një të palodhshëm. Disa më bëhet qevi. Ju shoh gjithë atje. Super full, ka lezet. Ato flamurët. Jo për gjë, por ne shqiptarët jena popull lëkum. Ka lezet shpirti. Puntata sotshme është e veçantë. Ftoj Pastor Akili. Jepi muzika! Que la playa está de baile. Otra que no pare. Dale duro hasta que salga al aire. E mbyllëm prap. Rallë parë herë të falenderoj te mase shumë. Sinqerisht që ke ardhë. Të falenderoj sepse dhe Durrësi është qik larg themi neve se ky trafiku të shin këto kohë është bo katastrofë. Edhe të thush do vish në Durrës, s'të merr malli me ardhë. Si më merr mu malli me ardhë në Tiranë për punë për zotin. Vërtet nga janë po. 2 orë. Është shumë e vërtet, po unë kam lidhje shumë interesante me Durrësin kur jam qenë fëmijë i vogël. Gjyshja ime më sillte gjithmonë vinim bashkë në Durrës sepse gjithë vëllezërit e vet i ka pas këtu po flas në kohën e regjimit komunist. Edhe vini me tren edhe me ata kushurit që ishin më të mëdhenj se unë në verë, gjithmonë shkonim në plazh. Këtu ke surrilat e kështu. Po ka qenë kohë e bukur atëherë. Ja zoni shumë e bukur. Edhe familja ka qenë shumë më pranë se sa aktualisht është sot. Njerëzit janë të shpërndarë sot për 1001 arsye, mbase cilat edhe mund t'i përmendim arsyet e ndarjes familjes edhe individit. Pra, por të falenderoj shumë për ftesën, jam i gëzuar që jam me ty. Jonatani djali më tha Don Henio tha gigant. E përshëndesim. O i ma, përshëndesim, faleminderit shumë të kile. Pse jo? Ta marrë ditat në emision, vlla. Të duhet javës që vjen, inshallah ka kohë. Mendoj po, pash vlerësimin e tij edhe faktin që edhe i lutja të pjesën e veprat spuntos për me mshty, për me ardhë, është momenti për të folë. Është momenti për të folë edhe për të folë fort. Në çdo shesh, në çdo ekran, tek çdo medium, në çdo podcast. Veçanërisht shqiptarët sot më shumë se kur do herë kanë nevojë të dëgjojnë. Ke plotësisht drejt. Falenderoj sinqerisht. Pa kohë do futemi në pyetje sepse situata është e nxehtë. Po është e nxehtë dhe e bukur faktikisht. Nuk është e nxehtë siç jemi mësuar i kohë me rromuja me gjona. Është shumë situatë e bukur. Si thush e butë, e qetë, e pastër, e bukur vizualisht, po me intensitet të madh realisht. Ja vërtet, shumë vërtet. Flasim përsa e përket e nisim me protestën. Domethënë sepse ka 100 faktor të kapesh që ti rrotullohesh asaj proteste që ne jemi sot. Dje ka qenë dita e 9, dhe nuk janë pak 9 ditë në protesta. Se ditë të fortë, pas kanë qenë dhe do zoti e majnë deri në fund. Unë mendoj që të fortë kanë qenë shqiptarët që deri tani nuk janë ngritë, sepse duhet të ishin ngritur më herët. Gjithsesi ka një kohë për gjitha. Edhe Bibla thotë në Testamentin e Vjetër, ka një kohë për të qeshur, ka një kohë për të qarë, ka një kohë për të punuar, ka një kohë për të marrë të korrat produktin e punës sonë, ka një kohë për të festuar, një kohë për të mbajtur zi. Kjo është koha e protestave, është koha e betejës. Erdhi momenti. Erdhi momenti dhe është një moment i cili shqiptarët duhet vijojnë protestën e para deri në nuk do përdor fjalën dorëheqje, do përdor fjalën rrëzim. Deri në rrëzimin e kësaj qeverie, që është një qeveri anti-shqiptare, nuk po flas fare për demokraci. Sepse që demokracia të funksionojë sipas etërve të mendimit filozofik mbi demokracinë, flasim që nga Aristoteli, ka disa parakushte për demokracinë që të funksionojë. Një nga parakushtet e mëdha filozofike është që pushteti të jetë i ndarë, pra ndarja e pushteteve duhet të funksionojë. Kur pushtetet administrohen nga duart e një njeriu apo një klike të caktuar në pushtet, atëherë demokracia nuk mund të funksionojë. Atëherë kemi zgjimin dhe ngritjen e oligarkisë, kemi të bëjmë me
instalimin e regjimeve, si kundër ne i kemi njohur më parë, apo si kundër jemi duke përballur tani me idenë e këtij regjimi. Por ka ardhur koha, momenti ky është momenti, pra që shqiptarët nuk duhet të tërhiqen edhe nuk duhet të dekurajohen që të protestojnë, sepse protesta është zëri fundor i manifestit lirisë si qenieve njerëzore. Pra, si qenie vokale, në fund fare neve zërin kemi. Natyrisht që është përgjegjësi e gjithë organizatorëve të protestës dhe e protestuesve, shqiptarëve të mirë dhe të ndershëm që dalin atje përthirrur për të drejtat e tyre, sikur ne po i dëgjojmë thirrjet që janë thirrje qytetare, janë thirrje për të duar trokitur me përjashtim disave që unë mbase mund t'i përmend pak më vonë gjatë bisedës tonë. Por deri këtu është një protestë e cila jo vetëm përshëndetet, gëzon të përshëndetet, por është një protestë e cila meriton bashkimin e më shumë shqiptarëve. Sepse nëse kemi një mundësi për rrëzimin e këtij regjimi, që nuk është një regjim as socialist dhe as demokrat, por është regjimi i rilindjes, që është në këndvështrimin e një sekt i rrezikshëm, që synon shkatrimin e fëmijëve në fillim fare, pastaj dekonstruksionin e vlerave morale, fetare, vlerave tona të lirisë siç e njohim, transformimin ton kulturor. Nëpërmjet ekspozimit shqiptarëve përkundrejt një kundër kulture që nuk është as europiane, nuk është as perëndimore, por është një kulturë që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me censurë, lidhet në mënyrë drejtë për drejtë me implementimin e diçkaje që nuk është e re, nuk është postmoderne, por është diçka që lidhet me atë që nuk na bën krenar, atë që e atashon njeriu me kundër njeriu, me anti-njeriu. Pra kjo është një kundërkulturë që nuk është diçka shqiptare, që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me këtë sekti i rilindjes, i cili ka pranuar që të jetë një instrument në duart e elitës globale për të shkatruar atë që është kombëtare, atë që është sovraniste, atë që është familje, atë që është natyrore, atë që është shqiptare, avdhetare, atë që nis që me marrëdhënien mes një burri dhe një gruaje, me marrëdhënien përgjegjësimmarrëse të prindërve ndaj fëmijëve, pra këta duan të rrëmbejnë fëmijë nga prindrit, madje duan t'i kastrojnë fëmijët me preparate kimike. Dhe përtej kësaj, ndërtoi një establishment i cili nëse ti nuk i shërben, atëherë ti bllokohesh, ti censurohesh edhe nëpërmjet politikave armiqësore ndaj familjes, ndaj të rinjve, ndaj pa mundësisë për blerjen e apartamente, një shumësi e faktorësh të tjerë, nuk të mbetet asnjë alternativë tjetër përveç se largimit nga Shqipëria, nga dhëut, largimit nga nëna, nga baba, dhe nisjes një udhëtim krejt të ri tek një botë e cila edhe ajo nuk është e përsosur, është një botë që ne e dim pra se si është perëndimi, e dim se si është bota ku shqiptarët shkojnë, që duhet ta nisin krejtësisht nga e para, por nuk e nisin kryesisht të gjithë, sepse duan ta nisin, por për shkak të mungesës lirisë, sepse mungesa e alternativave për të ndërtuar jetën brenda në tokën e tyre, në familjen e tyre, shoqërinë ku u lindën, është mungesë lirie dhe njeriu si qenie njerëzore që e dallon nga objekti, sendi, butoni, një program kompjuterik apo qoftë dhe inteligjenca artificiale, njeriu ka vullnet. Pra është një qenie me vullnet, është një qenie me ndërgjegje. Dhe në momentin kur vullneti përballet me anti-lirinë dhe censurën, ka një dialog me vetveten. Dialogu është i thjeshtë. Ndërtohet mbi pyetjen e madhe të lirisë. A jam më njeri? Nëse nuk jam i lirë, rrezikoj të mbetem njeri. Pra, shndrohemi në vegla dhe instrumenta të funksionalitetit e një klike të caktuar, që nëse ti nuk i shërben atëherë censurohesh, bllokohesh etj. Po mirë. Dhe edhe më mundësi që ke është të dëbohesh nga vendi, ti ikesh nga vendi dhe të nisësh diçka të re jashtë vendit. Po mirë më burr këta. Ja ka ersu legu si unë deri në këtë pikë. O janë shumë djallëzum që se du këtë vend më burr. Është për tu habit, veç të dyja janë, mos besoj të ketë variacion tjetër. Janë të dyja. A janë të dyja bashkë? Janë të dyja bashkë, por është diçka tjetër përpara që i parën këtyre dyve, që është akoma më shumë thelb. Është përpjekja e njeriu për ta ulur veten në fronin e padukshëm të gjithë pushtetshme, të gjithë fuqishme, që është Zoti. Pra, jo pak njerëz më thonë, o pastor, po sa pan ngopur pas kanë qenë më burr. Si është e mundur?
Si ishte mundur, ke parasysh? Pyetje me vetë. Vjedh këtu, vjedh atje, grabit këtu, grabitit cop toka atje, ndrysho pronësinë e tokave dhe të pronave të qytetarëve që kanë të trashëguara. Kur do mbaroj kjo histori? Tenderat, domethënë në miliona euro, të cilat në thelb do të kushtonin shumë më pak, nëse do të respektoheshin rregullat e lojës, rregullat e garës për një tender. Dhe imagjino cilësinë dhe cilësitetin e asfaltit, rrugë të shtruara me florin. Me Flori Gjonatani gjatë fushatës elektorale përmendi që rruga Thoman Kashar është një rrugë e shtruar me florin. Pra 1 centimetër katror rrugë kushton sa 1 gram flori 18 karat. Është bërë pesimi, janë bërë llogaritë. Pra 1 centimetër katror rrugë kushton sa 1 gram flori 18 karat. Rrugë të shtruara me flori. Pra, dhe pyetja e madhe është pse? Sepse e para lakmia e njeriu nuk përfundon herë. Këtë grop të madhe, boshllëk të madh që njerëzit kanë, duan ta mbushin dhe ky vend bosh është krijuar nga krijuesi vetëm për të. Vetëm Zoti mund ta mbush, vetëm Zoti mund t'japi atë thelbin e plotësisë që njeriu rend kudo që ta gjej, vetë për mbushja, siç ne e njohim. Por për shkak se nuk e gjejmë tek Zoti, sepse kemi humbur Zotin në udhëtimin tonë, do të kërkojmë ta gjejmë tek paraja, tek pushteti, tek lëndët psikotrope, tek një jetë hedoniste, pra drejt lumturisë, kërkojmë të jemi të lumtur, i arrim këto pika si landmark, si objektiva që i kemi vënë vetes edhe jetës, por prapë zbulojmë që prapë ky vendi këtu mbetet bosh dhe mendojmë që duhet akoma më shumë para. Duhet akoma më shumë shfrenim në rendje pas një bote instiktesh, dëshirash, kënaqësish, mishore, karnale. Dhe prapë kur mbërrim në një pikë tjetër, kuptojmë që prapë jemi bosh, jemi keq, jemi vetëm. Dhe vazhdojmë. Mirë, po kjo historia këtu shqiptare është një histori e cila na përball dhe me jo thjesht me lakmin, por edhe me frikën për të mbrojtur këtë që kjo kasë politike ka bërë deri tani. Pra këta që kanë vjedhur deri tani kaq shumë, duan të vjedhin akoma më shumë për të mbrojtur atë që kanë vjedhur. Nuk po vjedhin më sepse kanë nevojë. Nuk duan të rinë në pushtet për shkak të nevojës për pushtet. Por vetëm kanë detyrueshme me vjedh. Detyrueshme për qëndruar. Se si shpej është bozakon. Dhe është duket sikur jemi brenda një cikli të mbyllur, një qerë thullit të mbyllur. Pra, është një udhëtim që nuk është thjesht një udhëtim i 35 viteve, por është një udhëtim prej disa mijëra vitesh, nëse kemi kokën pas, kuptojmë që historia na jep mësime të jashtëzakonshme, por për një arsye apo për një tjetër ne nuk i referohemi këtyre momenteve historike ku shqiptarët kanë nevojë të shohin dhe të kuptojnë. Protesta duhet vazhdojë deri në rrëzimin e qeverisë së rilindjes, që nuk është qeveri shqiptare, por është qeveri anti-shqiptare. Fal kësaj qeverie, që është në mandatin e saj të 4, janë mbi 1 milion shqiptar në këto 12 vitet e fundit që janë larguar nga Shqipëria. Pra 1/3 e trupit tonë kombëtar në dimensionin njerëzor është larguar nga vendi. Dhe gjitha kjo nuk është rastësi, por është një projekt që këta zotërit janë duke zbatuar sepse është një manual. Si mundet një klik e caktuar të administroj fatet e një vendi me më shumë apo me më pak njerëz, me më shumë njerëz të lirë, apo me ata që mbesin të jenë njerëz të cilët interesat e tyre financiare e përtej financave janë të lidhura me këtë klik në pushtet. Absolutisht me më pak njerëz, s'u duhet më lehtë. Absolutisht me më shumë njerëz të cilët janë të lidhura me këto fije pushteti që i kanë dorë një njeri. Dhe kjo është ajo që është duke ndodhur në Shqipëri. Protestat do të vijnë deri në fund, deri në rrëzimin e qeverisë. Natyrisht unë thras për protestat paqësorë alla Martin Luther King ose Gandhi, por këto protesta duhet të jenë protesta të qëndrueshme, të cilat shqiptarët nuk duhet lodhen. Protestat i mungojnë shumë elementarë që mund të komunikojmë, mund të diskutojmë këtu. Por në kohën e vet çdo gjë duhet të vinë në rendin e duhur. Situata në Zvërnec. Sepse megjithatë është situata e Zvërnecit për atë atë investimin turistik në thonjza, domethënë që pretendohet se do bëhet, aty nuk ka projekt realisht. Shiheti çik ajo situata e Sazanit për atë bazën ushtarake që po përflitet. Bazë ushtarake meteorologjike izraelite. Domethënë se starti është atje dhe zhurma po bëhet këtu, kuptimin e fjalës. Është ai trekançi, domethënë kuptimin e fjalës trekanç. Sazan, Zvërnec, aeroporti.
që është e gjitha ndërtuar në një linjë. Unë mendoj që loja është akoma më lartë se kaq. Unë u thënë Shtetë Bashkuara të Amerikës disa herë gjatë vitit për çështjet jo vetëm pastorale, por edhe për çështjet dimensionit social politik në raport me grupet konservatore në Shtetë Bashkuara të Amerikës, Partinë Republikane e tjerë, kur aty ishte dëgjuar që vajza e presidentit Amerikës ishte në bisedime me kryeministrin e Shqipërisë në lidhje me ndërtimin e një rizorti turistik apo dhurimin e një ishulli që për ne është një ishull strategjik i vetmi ishull që neve kemi si vend. Atëherë kjo ngriti shumë pyetje në Amerikë. Po këto nuk u bënin hon këtu. Kjo është një histori para një viti gjys gati. Kur ishte situata që në fillim fare kur filluan diskutimet dhe unë dëgjova që senator amerikan të krahut të majt, pra demokratët amerikan, pra grupi Biden-Harris, do të nisin një çështje, pra një komision në Kongresin Amerikan për ta trajtuar me kujdes dhe për të ulëmtuar brenda kësaj çështje është një aferë apo nuk është një aferë, është abuzim pushteti nga ana e presidentit dhe familjes presidentit në raport me këto përfitime jo të vogla që janë përfitime të mëdha. Dhe gjitha këto unë e dija që ishte një farë mënyrë ajo qetësia përpara stuhisë në det, se kemi detin këtu avër dhe kjo është metaforë më e bukur. Pra është ajo lloj qetësie e frikshme përpara një stuhie që ngrihet. Pra, përpara se betejë të vi këtu, ku ne aktualisht jemi, do të kemi parasysh që është një betejë jo vetëm gjeopolitike, por është një betejë për pushtet në Amerikë dhe gjithçka me të cilën lidhet familja Trump, natyrisht që do të përdoret si një leverage, pra si një plus për ta goditur presidentin Trump dhe pushtetin e tij administrativ në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është e para. E dyta, historia e Zvërnecit, e bazës ushtarake në ishullin e Sazanit, aeroporti, edhe gjithë kjo histori është diçka e cila e vendos Shqipërinë përballë raporteve të tjera gjeopolitike me vendet e rajonit. Këtë do ta kemi parasysh. Ndërsa me vendet e rajonit, të cilat natyrisht nuk synojnë forcimin e Shqipërisë, por synojnë dobësimin e Shqipërisë. Nuk i intereson asnjë vendi fqinj që neve kemi për qark që të shikojnë Shqipërinë të forcohet. Politikisht, gjeopolitikisht, ekonomikisht nëpërmjet zhvillimit të turizmit, por unë besoj dhe e di që pjesa më e madhe e protestuesve, kur shihet djalin tim, janë për zhvillimet e turizmit shqiptar, sepse në fund ditës ne nuk kemi këtu as fabrika që punojnë, nuk kemi as uzina që mund të punësojnë njerëz, ne madje s'kemi njerëz më për të pas si burim mbështetës për shërbimet. Për krah punë. S'kemi as elektricist, ke parasysh, nuk kemi as hidraulik, nuk kemi as infermier që po ikin gjithë në Gjermani, në Suedi etj. S'kemi krah punë. Pra, ne dimë që vendi do të shkonte këtu në raport me idenë e krave të punës. Turizmi gjithashtu. Turizmi është i vetmi burim që neve kemi për jo vetëm për të furnizuar financiarisht biznesin vendas, por edhe për të mbajtur me taksa shtetin, sepse shteti do të qëndron këmbë nëpërmjet taksave që qytetarët do të paguajnë. Jo, kjo na ka ngel neve, vetëm çështja e turizmit. Jo, ideja është në parim, pra që do ta them këtë, në parim shqiptarët janë pro investimeve, pro biznesit. Duke qenë se historia tani merr një kuptim tjetër, nuk është më çështje investimi dhe biznesi, por është një çështje që ekspozon Shqipërinë përkundrejt raporteve të reja gjeopolitike, ekspozon Shqipërinë përkundrejt mundësisë për coptimin e territoreve shqiptare, sikundër ne e dimë dhe e njohim dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm në raport me këto plane dhe me këto projekte. Atëre më e mira e mundshme ishte që ky individ i cili është në krye të qeverisë vet, jo qeverisë shqiptare, sepse kjo qeveri nuk po vepron në përputhje me të më të lartë që janë shqiptarë, duhet ta ekspozonte planin e tij përkundrejt një debati publik me shqiptarë. Pra ta hapë çështje për debat publik, nuk duhet të trajtojë në mënyrë mistike të fshehtë qoftë edhe për të rritur shqiptarët nga përplasja me shtetin. Dhe duke qenë se do ta ekspozonte këtë histori, atëherë shqiptarët kishin mundësi për të folur. Shqiptarët kishin mundësi për të thënë atë që duhesh thënë. Situata është më e komplikuar se sa ne mendojmë. Pra, në frekuenca më të larta, loja është
diku gjetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duhet keni parasysh që ekstremi majt, grupet majtiste, grupet wokiste, grupet të cilat kanë furnizuar me vota dhe me para jo pak administratën përpara administratës Trumpit, pra administratën kundërshtare, janë të interesuara në dobësimin e fuqisë politike dhe të shtetit të drejtuar nga presidenti Trump. Kjo është e para. Dhe Janë zgjedhje nëntor, kanë zgjedhje ata. ata kanë zgjedhje tani nëntor. Mos është një faktor kjo zhurma Të gjitha, për t'i bërë pra, tam? çdo gjë. Dhe interesimi i mediave ndërkombëtare nuk lidhet vetëm me iden që në Shqipëri po bëhen protesta qytetare, por lidhet gjithashtu dhe me çështjen e ekspozimit të aferave korruptive të individëve ose një familje të caktuar që ka pushtetin në Amerikë, sepse kjo duhet bëj me do e mos jehon ku? Jehon tek elektorati amerikan dhe jehon në Amerikë. Tani duhet kemi parasysh të unë kam dëgjuar thirrje, jo pak thirrje, brenda protestave tek sheshi Skënderbej dhe tek përpara kryeministrisë. Që janë thirrje të ekstremit majt. Thirrje për revolucion. Nuk është thirrje që vjen nga e djatha. E majta gjithnjë përdor revolucionin si të vetmin mekanizëm për të përmbysur një regjim të caktuar. E para, e dyta, Shqipëria e re, është një thirrje e vjetër, është një thirrje e vjetër e cila është përdorur nga komunistët më parë. Dhe jo vetëm, grupet, jo pak grupe, janë shumë grupe, të cilat janë brenda lëvizjes masive popullore, të cilat janë grupe majtiste të ekstremit majt në vendin tonë, janë parti politike të ekstremit majt, janë grupet LGBT, janë jo pak organizata dhe fondacione që deri tani janë furnizuar financiarisht nga Open Society Foundation, që është George Soros, me paratë e taksa panguzo amerikanë nëpërmjet USAID-it, kanë jetuar dhe kanë funksionuar kështu. Dhe nuk është aq e paorganizuar sa duket në një dimension. Tani, çfarë theni tani përballë kësaj? Unë e thashë në kryeterës që çdo shqiptar do të dalë për protestuar dhe do të ngërë zërin e vet, sepse aktualisht aty janë një shumësi çështjesh dhe një shumësi kauzash. Përpara se unë të protestoj për pelikanin kashurek, që nuk po dëgjohet më tani, dhe shumë mirë që nuk po dëgjohet, unë protestën time e bëj për fëmijët, për ligjin e Ministrisë së Shëndetësisë, urdhrin që i çon QSUT-s për kastrimin kimik të fëmijëve. Përpara se unë të ngrihem dhe të protestoj për nuk e di se çfarë, për aeroportin, po e përdor si ose për një investim, i cili duhet dalim dritë dhe duhet kuptojmë se çfarë po ndodh realisht me këtë investim. Me qira fjala pas që kishte dalë projekti. Zgjedhja si shpejt. Dhe duket që pas ka pas një projekt që ky thotë nuk ka projekt. Boa kjesë në zjerë kështu për të kriju. Shiko, se që kam një përshtypje që ka qenë qëllimshme kjo kështu. E di pse, të njëjtën situatë ky e ka pas edhe në fillim kur u fol për atë resortin e madh në Nishu. E njëjta situatë ishte. Ishte si e fshet, u bën debate, mezi doli projekti me 3 foto që ishin thjesht 3 foto pa gjohë, se s'mund marrë një projekt me 3 foto nga interneti, më kupton? Prapë nuk ishte diçka konkrete, edhe pat njëjtën situatë pat atëherë. Jo atëherë sa i para i vite e pak sa ka. Dhe po themi, nëse u bën një herë gabim, që s'është gabim se patë me armët kimike me shumë tjera, një të formul ka pas. Nëse ka pas një gabim, po themi, për këtë çështje që nuk e trajtoi siç duhet, pati goxha zhurmë. Në këtë rast, për herë dytë, duhet të kishte qenë më i kujdesshëm, po nëse nuk ke i kujdesshëm do të thotë është e qëllimshme situata e tillë. Unë kam përshtypjen se ai është mjaftueshëm i kujdesshëm, sepse qeverisë, domthonë një udhtim jo i vogël në pushtet për 28 vjetësh, që ai erdhi në 98-ën dhe u bë ministër, pastaj mori Bashkinë e Tiranës, vijon tjetër kryeministri i Shqipërisë tani. E kam mësuar jo pak dhe ka arkitekt mendimin nga pas që e mësojnë, sepse në fund ditës nuk është ai arkitekti, ai është thjesht një instrument në duart e ai zbatuesi. Po, ai është thjesht një instrument për zbatimin e politikave të besoj të qarqeve antikombëtare, anti-shqiptare. Mendon se ka qenë qëllimshme gjithë kjo situata që të vinë këtë formë? Se Gardi do të vinte. Gardi me tela, pa projekt. Do të vinte, unë mendoj këtë. Imagjino ne këtu Durrës, dhe për me bë një tent
me nxjerr me këmbdruri aty për jashtë lokale, do të marrin leje. Dhe përpara se të marrin leje, do të marrin edhe miratimin e pronarëve të bizneseve për rreth, që nuk kanë kundërshtim me Po një listë me kushte. një listë me kushte. Ky zotëria që po vepron në këtë mënyrë si jo thjesht si autokrat, po si njeriu i cili kërkon të bëj me Shqipërinë, të sillet me Shqipërinë si me një kanatiere të përdorur ose me një palë mbathura e veta personale, apo pa. Ky është paradoksi i skajshëm të mëshëm. Pra, çdo person që do të vinë qeverisë në Shqipëri do të kuptojë që nuk mund të bëjë gjithçka me Shqipërinë. Çfarë ai do, si ai mendon. Por është ajo që neve kemi thënë, sepse ka thënë shumë kohë më parë filozofë tjerë që për shembull Edmund Burke, babai i konservatorizmit botror, tha që shteti është marrëveshje mes të vdekurve dhe të gjallëve. Dhe kur i thotë vdekurve, është fjala për pararendë si tanë, të cilët në vetdijen e tyre janë koshient mbi vendimet që marrin, të cilat nuk janë vendime që prekin vetëm kohën e tyre biologjike, por janë vendime që prekin dhe kohën e fëmijëve të tyre, brezat që do të vinë, që nuk do të kenë më një ishull për thënë që është pjesë e Shqipërisë, nuk do të kenë më një cop tok për thënë që është Shqipëri dhe është shqiptare, dhe mbase do të kenë ligje të cilat do ta kenë shumë vështirë të luftojnë nesër, sepse do të jenë duke u rritur në mënyrë graduale në trysninë dhe presionin e këtyre ligjeve, të cilët induktojnë tek ata që në fillim, kur janë në shkollë ose në kopësh, ideologjizimi gjinor këtyre. Pra, një administrator i pushtetit dhe burgshteti, një element i cili është krejtësisht dhe lehtësisht i dukshëm në mungesë tek ky kryeministër, që në thelb ne shifojmë si, kur them ne, do thotë një grup shumë i madh njerëzish se sa një individ që po flet sot me ty në studio. Ne shikojmë si një instrument, si një papet, si një kukull nga ato që duart edhe këmbët i kanë lidhur me ato fijet e padukshme, por dikush tjetër ka pas që i lviz. Dhe në njërin anë, çfarë ne shikojmë këtu? Neve këtu në Shqipëri shikojmë betejën tonë, që është betejë shqiptare, dhe a ja vlen në shpytje me bëu betejën? Absolutisht që po. Por do të kemi parasysh që kjo betejë është një betejë që lidhet me pushtetin e Trumpit në Amerikë përballë të majtës amerikane, e cila kërkon ta përdori dhe këtë si një skandal të pushtetit të tij, që ato fijet e veta i ka zgjatur. Kështu do të qitet kjo në Amerikë. Një element tjetër është situata gjeopolitike në vendin tonë, por një gjë tjetër është ajo që unë thash, thirrjet për revolucion. Zakonisht, nëse shkojmë drejt revolucionit, si kundër revolucionet i njohim se janë, Edhe në postime kanë filluar ta specifikojnë ashtu. nëse shkojmë drejt një revolucioni është përmbysje një rendi të vjetër për të nisur një rend të ri. Dhe këto përmbysje synojnë krijimin e një rendi tjetër. Mirë, po historia na mëson që nuk ka qenë gjithmonë ashtu siç neve i kemi parë revolucionet. Për shembull, revolucioni anglez 1642 deri 1688 me çfarë tezash erdhi? Kufizimi i pushtetit absolut mbretit. Ishte monarki, sundimi i ligjit dhe më shumë liri politike tek qytetarët. Si përfundoi? Me diktaturën e Cromwellit, sundimin ushtarak dhe rikthimin e monarkisë në mënyrë më të fortë. Revolucioni meksikan 1910 premtoi tokë për fshatarët, demokraci për të gjithë, fundin e oligarkisë. Çfarë po kërkojmë tani? Që toka mos i rrëmbet shqiptarëve, demokraci për Shqipërinë, dhe demokracia të jetë një demokraci funksionale dhe fundi e oligarkisë. Të gjitha tezat që i dëgjojmë tani në vitin 2026. Si përfundoi revolucioni meksikan? Në 1910-s, elita të reja politike u ngritën, një parti që sundoi Meksikën për 70 vite ndihmë. Nuk ran nga pushteti. Këtë prodhoi revolucioni. Tjetër, revolucioni kuban 1959, çfarë premtoi? Drejtësi sociale, fundin e korrupsionit, sovranitet kombëtar. A nuk janë tezat njëjta? Si përfundon? Regjim një partijak, një parti e vetme ndërton pushtetin e saj absolut, kufizim lirive politike, familja Castro qëndron në pushtet për dekada me radhë. Mëtej, revolucioni francez, më i njohuri edhe në historinë politike botërore, çfarë premtoi në 1789? Liri, barazi politike dhe vetë qeverisje. Si përfundoi? Terrorin e jakobinëve, prerjen e kokave të mbretit dhe oportarëve, prerjen e kokave të klerikëve dhe të prithërinëve dhe çoi tek ndërtimi i perandorisë së Napoleon Bonapartit, i cili e shpalli vetëm perandor dhe nisi ekspansionin e vet në gjithë botën e njohur të kohës. Madje shkoi pushtoi edhe Rusinë e kohës.
Revolucioni Rus 1917, çfarë premtoi revolucioni Rus? Pushtet për punëtorët. Pra, tezat e revolucioneve janë teza romantike, janë teza të bukura, janë teza të dashura, teza për barazi, teza për liri, do të ketë bukë, do të ketë liri për gjithë. Si erdhi komunizmi në Shqipëri? Do të hani me lupë florin. Po në fundi ushqyen shqiptarët me lupën bosh të premtimeve që nuk i përmbushën asnjëherë. Sepse kur nuk arritën dot, jo vetëm që tipin shqiptarët atë që u premtuan, po ndërtuan të kundërtën që ishte regjimi. Këtë zakonisht sjellin revolucionet. Tani revolucioni rus premtoi barazi sociale, pushtet për punëtorët dhe fundin e shtypjes nga regjimi i carëve, mbretërve. Si përfundon në regjim një-partijak, në Gulag dhe në diktaturën e Stalinit. Janë vrarë në Rusi më shumë nga komunizmi njerëz se sa në gjitha periudhat e tjera historike të mbretërive ruse në Rusi. Më tej, revolucioni kinez, çlirim të fshatarëve, barazi, modernitet. Këtë premton. Si përfundon? Uri masive popullore, revolucionin kulturor, ndaj të cilët dhe shqiptarët u ekspozuan gjatë viteve 70 dhe kultin e Mao Tse-dunit. Revolucioni iranian, tani me që kemi edhe në fokus Iranin. Në 1979, çfarë premtoi? Erdhi me premtimet për drejtësi, pavarësi dhe fundin e autokrasisë. Si përfundon? Me teokraci, kufizimet lirëve civile dhe pushtet të centralizuar fetar. Revolucionet arabe të 2011-s, pranvera ashtu quhetur pranvera arabe. Çfarë premtuan? Demokraci, dinjitet, fund korrupsioni. Dhe në fund përfundoi me luftra civile që zgjasin akoma, regjime të reja autoritare dhe tranzicione të pa përfundura. Pra, shumica e revolucionave fillojnë me ideale, me shpresë, me premtime për liri, por përfundojnë me luftë për pushtet, me frikë, me dhunë, me terror dhe thjesht elita të reja, të cilat nuk bëjnë asgjë përveç se i rrëmbejnë njerëzve pushtetin, lirinë e tyre që ua kishin premtuar se do t'ja iknin dhe monopolizojnë lirinë si atributin e tyre. Pra ky është problemi që un kam tani me tezat për jo me protestën, me tezat brenda protestës në lidhje me revolucionin, sepse kam dhe një merak tjetër. A mund të ketë shashka që mund të kryejnë incidentet tonë? Mund ta orientojnë ndryshe pastaj? Absolutisht po. Domethënë, shikoj si është problemi. Në momentin që ne nuk shikojmë se kush do të pas perdes. Nga historia, unë jam pedagog filozofie, jam mësues historie, jam pastor etj dhe çështjet e dimensionit sociopolitik unë i studioj vetë, domethënë thellë. Lufta ballkanike nisi me vrasjen e një individi që u përdor si shashk. Çfarë ishte e tmerrshme në Zvërnec? Ishte tërhiqja zvarr e qytetarit i cili po thoshte asgjë më shumë se sa po denonconte rrëmbimin e tokës vetë, pra nuk po e linin që tynte në tokën e tij, paktën pretendonte që ishte toka e tij, që i kishte me letra. Pavarësisht pretendimeve apo të drejtës. Asnjë qytetar në vendin e vet, në tokën e vet, nuk duhet të trajtohet si një person pa dinjitet, si një person si kriminal. Dhe kjo histori nuk duhet të përfundonte me pushimin nga puna të një drejtori policie të qarkut apo të dy individët që kanë hapur hetimin etj. Por kjo ishte një çështje e cila duhet trajtohej më thellë. Protestat duhet vijojnë deri në përmbysjen e regjimit Rama. Por duhet kemi parasysh që protesta ka gjithashtu dhe anën e saj të panjohur. Dhe ne duhet jemi të kujdesshëm që rendi shoqëror në Shqipëri nuk duhet të përmbyset në sensin e institucioneve. Pra, ne duhet të ruajmë shtetin. Tani thjesht për njerëzit që nuk e kanë idenë e dallimit të shtetit dhe qeverisë. Qeveria nuk është shteti. Qeveria është thjesht një institucion që është mes institucioneve tjera të shtetit. Pra shteti duhet vijojë të funksionojë. Institucioni i presidentit, parlamenti, policia, ushtria, sepse në momentin që përmbyset shteti, atëherë njeriu nga historia kthehet në gjendjen e tij natyrore. Gjendja natyrore e njeriu është njeriu pa shtet, njeriu pa mbrojtje, dhe njeriu pa mbrojtje shndrohet në një kafshë politike e cila do të përpiqet bëjë gjithçka të mbrojë çfarë? Të mbrojë pronën vet, ta mbrojë vet, kthehet në vetë gjyqësi, të mbrojë fëmijët e vet, të mbrojë lirinë e vet, të mbrojë gruan e vet, të mbrojë biznesin e vet. 97 në Shqipëri. Njeriu kthyer në gjendjen e tij natyrore, mbase jo domosdoshmërisht në Tiranë, sepse në Tiranë, në kryeqytetin e vendit disa institucione funksiononin, por atë kohë unë jetoja në Shkodër. Ika nga Tirana, nga vendi ku kisha lindur ika me gruan dhe vajzën tonë në atë kohë 4 muajshe, në 95.
Edhe isha misionar atje, punoja për ndërtimin e kishës në shkollë. 2 vjet më vonë, qasin. Apo jo, 97. Siç u përjetuam 97 në Shkodër dhe në Vlorë, në 2 qytet kryeqendrat, njëri i veriut dhe tjetri kryeqendra e jugut, nuk është përjetuar në asnjë vend tjetër në Shqipëri. Pra, ne kemi parë njerëz me sytan që janë vrarë, gjak që është derdhur, hakmarrje, vetgjyqësi, vajza që janë përdhunuar përpara syve të prindërve të tyre të lidhur me litar dhe me pushkën në kokë. Gjoba që vijeshin njerëzve, shumë shkodranë larguan atëherë, erdhën në Tiranë vetëm për të shpëtuar një pjesë ku mundi, në Itali, në vende të tjera të Perëndimit, dhe keni parasysh filloi historia e Otrantove të ndarjes, dhe rreth 3.000 njerëz u vranë brenda një viti në Shqipëri në kohë. A solli një të mirë të madhe ky jashtëquajtur revolucion ose përmbysje që ndodhi sepse patën përmbysje. Asnjë gjë nuk solli. Ku jemi tani aktualisht? Plas të mirë nëse. Tani, Tash i solli fiks. jemi pikërisht në sintezën e mendimit historik dhe politik që unë sapo lexova këtu që të mos bëjë një gabim në raport me vitet e caktuara të revolucionit në Kubë, në Iran, në Meksik, në Rusi, në Kinë. Kjo është një histori e cila duhet të na bëjë të gjithë në gjendje që të mendojmë që ne duhet të ruajmë lirinë me çdo kusht, po liria si nocion pa institucionet nuk është e mendur të mbrohet dhe të ruhet. Pa xhandar. Pa i xhandar nuk rin mirë kë. Pra ne kemi nevojë të ruajmë institucionet. Thënë këtë, ju lutem miqve që po na ndjekin sot, në asnjë lloj forme nuk dua të dekurajoj protestën masive, e cila duhet të jetë akoma më masive. Nesër lajmëroj një protestë pra ditën e çfarë bie? Me datë 10. Po. Kam humbur sensin e kohës. Me datë 10 është lajmëruar një protestë mbarkombëtare, dhe unë ftoj gjithë shqiptarët që të vinë. Dhe ka vetëm një sintezë, e cila duhet i bashkojë të gjithë shqiptarët bashkë. Rrëzimi i kësaj qeverie. Sepse me rrëzimin e kësaj qeverie dhe krijimin e një qeverie teknike, shqiptarët mund të marrin frymë për ta çuar vendin në zgjedhje të tjera, në zgjedhje të reja. Por duhet jemi shumë kujdesshëm nga thirrjet anti-shqiptare për përmbysje të rendit demokratik dhe për përmbysje të shtetit shqiptar, sepse në fund ditës është ajo që po themi, që nga historia njeriu ka treguar që e ka pas të pamundur të mbrojë lirinë apo ta mirë administrojë lirinë në mungesë të shtetit. Pra, institucionet shtetërore, në këtë rast nuk po flas për qeverinë, qeveria duhet të rigjet, po flas për shtetin, president, parlament, gjykat, polici, ushtri, spitale, gjithë zinxhiri komponentet e institucioneve shtetërore duhet funksionojnë, sepse në momentin që bie shteti, atëherë njeriu kthehet në ujë për njerëzën. Këtë ka thënë Thomas Hobbes, këtë ka thënë domethënë filozofë të tjerë për gjatë gjithë udhëtimit njerëzor, dhe njerëzit kanë nevojë për një kontratë. Tani me Ramën, sepse po zgjasim këtë pikë, po është e rëndësishme. Rama thotë që unë kam një kontratë me shtetin, më falni me qytetarët. Për shkak të nuk e di se sa milion votave pas ka marrë ky njeri, 800.000, 1 miliona shuplaka historisë natyrë. Ky zotëri ka prish kontratën. Po. Sepse edhe do të ketë parasysh që kur kontrata nuk zbatohet në mënyrë të njëanshme, atëherë bie. Pra, nëse unë nuk paguaj qiran në studios ose të shtëpisë, ka të drejtën që i zoti i shtëpisë të nxjerrë nga shtëpia, sepse shtëpia është e tij. Tash Rama do të kuptoj këtë që Rama nuk është zot shtëpie. I zoti i kësaj shtëpie janë shqiptarë. Shqipëria është shtëpia jonë e përbashkët. Dhe shqiptarët sot e prishin kontratën me këtë kryeministër dhe me këtë regjim që ai instaloi, që grabiti shqiptarët dhe që i zboi shqiptarët nga toka e tyre, dhe nuk i kuron shqiptarët e smur, ka ngrit një sistem mjekësor i cili presupozohej në fillim të mandatit të parë që të ishte mjekësi falas, por është një mjekësi që nuk mjekon, është një mjekësi që nuk shikon pacientën si pacient, por i shikon si klient, është një mjekësi e cila vepron në një linjë të drejtë për drejtë me instalimin e institucioneve paralel me institucionet publike shëndetësore në Shqipëri, pra ke kaq shumë spitale private që po ululëzojnë dhe të njëjtët individ që janë mjek, që vjojnë punojnë në sistemin shtetëror dhe publik, vetëm që të mund të marrin klient për t'i çuar në krahun tjetër. Dhe ke fatkeqësisht jo pak nëna, baballar, vëllezër dhe motra që në vend që të kurojnë këtu nga kanceri,
bredhin në përvendet e botës në Itali të paktën, Italia e cila është për të përshëndet për mikpritjen edhe për humanitetin që po tregon ndaj shqiptarëve. Jo pak shqiptarë kanë shit apartamentet, kanë shit gjithçka, kanë shit veshkën burri për të mjeku gruan. Vetëm për të gjetë zgjidhje të hallit të problemit. Ke kaq shumë fëmijë me probleme të shëndetit fizik apo mendor apo emocional, prindrit e tyre që rroptohen nga njëra punë në tjetrën për të kujdes për fëmijët dhe nuk kanë asnjë lloj mundësie për të mbijetuar dhe janë të detyruar që largohen nga vendi i tyre. Jo pak njerëz kanë ikë në Norvegji, shqiptar, sepse fëmia e tyre ka pas spektër autizmi. Po keni parasysh se sa kushton terapia ndaj fëmijëve me spektër autizmi? Diku në muaj mund të shkojë 80.000 deri 90.000 lekë të reja në muaj për një familje, pra një rrogë mbi mesatare shqiptare që duhet të jetë e disponueshme për të mbështetur një fëmijë me këto nevoja. Dhe këtu, kjo histori është e pamundur, me pensione dehumanizuese, të cilat nëna dhe baballarët tanë që kanë punuar 40 vjet, nuk meritojnë një trajtim të tillë dehumanizues. Njerëz të cilët janë lënë krejtësisht në rrugë për të mos shku ose edhe për të trajtuar historinë e konflikteve të pronësisë, sherrreve dhe grindjeve për një gardh apo për një vijë uji për të shkuar tek toka. Edhe gjitha këto janë politika dekurajuese për shqiptarët për qëndru këtu, në mënyrë që këtë kohë biologjike të mbetur, thot shqiptarit, pse ta konsumoj unë në luftë me komshiun, me jetën, në veten, me familjen, ndërkohë që mund ta ndërtoj këtë 20 vitet që më kanë ngel, apo 30 vite jetë që më kanë ngel, diku tjetër jashtë. Pra, ky është një denoncim i madh që i bëhet politikave dehumanizuese, antikombëtare, antinjerëzore, antifamilje, antinjeri, antifëmijë, që i adresohen në mënyrë të drejtë për drejtë regjimit të Rama, regjimit të rilindjes, që ka një problem me shqiptarët dhe Shqipërinë. E di se ç'është problemi, një fjalë, urrëtie. Ata e urrejnë Shqipërinë dhe shqiptarët. Pra ne të pyeta, ai djallë zonë thash janë putet edhe lekun mes, domethënë e kanë mbyllur Shqipërinë një lloj burgu, që realisht po ti numërosh e ti shkrush me laps, gjitha problemet janë me qindra, edhe është për të vënë duart në kokë. Domethënë si thosh me të ngjut dikush apo me lexuar të listën dhe realisht duhet në kokë. Do të ka mos një shtet me 1 milion probleme dhe realisht një burg i madh që ti të kesh mundësi si të dalë nga ekrat edhe ti ki jashtë. Domethënë kjo është gjithë situata. Shumë vërtet. Por, më thënë, jo se ka vetëm Rama fajnë, se është gjithë elita politike, që është një tasësh e gjitha bashkë. Ky unë mendoj që Rama ishte më i shkapti që zbaton më shpejt gjonat. Se e kiste prioritet, ishte në shtetë. Kam përshtypjen se ai është vetë ofruar për hir të pushtetit. Pra, edhe ka kuptuar që për hir të pushtetit, për të qëndruar në pushtet, unë jam gati të jap gjithçka çdo gjë. Nuk e di e vutra apo jo, fotot që kishte nxjerr dje. Një kryeminist i veshur si një prostitut. Ishte kallati madhe, se i tipe. Do thyen. Jo, nuk është si kallati. U tha se kishin postu tjetër, pas se kishin postu vetë ai. Thash, ky si çfarë? Ai kërkon të bëj qesharak influencerat, vajzat dhe djemtë të TikTokut, Instagramit, të cilët kanë denoncuar politikat e tij antikombëtare. Dhe për ta bërë këtë gjë, dhe është mjeshtër i kësaj, e ka bërë mirë. Mendoj që edhe dje e bëri mirë, po është jo larg, por ekstremisht larg nga ajo që shqiptarët i atashojnë apo do t'i atashonin një burr i shtetit, pra një kryeministri, i cili është gati të vishet me sytjena dhe me bikini pink, edhe me taka, për t'i tërheqë vëmendjen shqiptarëve që të ridikulizoj të drejtën legjitime të tyre për të protestuar kundër regjimit të tij. Pra ky është ai njeriu i cili e di se çfarë bën. Kjo njëhet si terapia turpit, ose lidhur ngushtë edhe me një mendim filozofik tjetër që është body shaming. Nuk e di e ndoqët gjatë fushatës fundit elektorale, se si përpara një grupi adoleshentësh apo të miturish që mund të ishin 12 deri në 16 vjeçar, po qoftë dhe 17 vjeçar, i bën thirrje publike që të mund t'i shkojnë në internet dhe të gjejnë fotot e tij nudo, që kishte bërë në të rit të tij bashkë me ish bashkëjetuesen e vet, që është bashkëshortja e një ministri sot në qeverinë e tij. Dhe i thotë, nëse doni të kuptoni se si kam qenë unë kur kam qenë i ri, thotë shkoni që të shikoni fotot e mia nudo. Mirë, po kjo në mendimin e të rinjve është një element psikologjik që lidhet me body shaming. Pra, po ndodh sot, çfarë po ndodh nga
individët që janë pjesë e këtyre politikave të ekstremit të majt, që lidhen me wokeism, lidhen me grupet e asaj që synojnë të ndryshojnë kulturalisht fëmijët këtu, në mënyrën e tyre të menduarit, nxisin prindrit që të zhvishin lakuriq dhe të marrin në tualet, në banjë, në dush, edhe fëmijët e tyre, të vegjël, të mitur, dhe madje t'i prekin organet e tyre gjenitale. Pra kjo është ajo që bëri ky. Ky thot, shihni fotot e mia nudo, në mënyrë që ti nxjerri turpin nga dimensioni i seksualitetit që njeriu ka me veten e vet, të fëmijëve. Dhe kjo në thelb është një vepër penale në thelb, sepse po i tërheq fëmijët drejt pornografisë. Ndërkohë që nuk mund ta bëj këtë gjë. Elementi tjetër që shikoj është një element që lidhet me atë që ne njohim si dekonstruksionin e njeriu në raport me të keqen. Pra relativizimin e keqes, thyrja e tabuve, gjëra që më parë kanë qenë normë, nuk do të jenë më normë. Dhe gjithçka që njeriu don të bëjë është e lejueshme. Pra që posa nuk dëmton tjetrin, edhe nëse dëmton veten, nuk ka ndonjë problem, është brenda lirisë dhe perceptimit të lirë. Por që keni parasysh që liria që nuk flirton, që nuk kuron, që nuk shërben, që nuk kulturalizon vlera dhe virtyt, nuk është liri, por është skllavëri, sepse i çon njerëzit drejt një bote instiktesh dhe i bën sklever tyre. Pra kjo është ajo që është duke ndodhur sot aktualisht. Edhe kjo lidhet gjithashtu dhe me këtë elemente që pam nga fotot që ai nxori, sepse dy ditë më parë filloi duke u përdredh si Edhe i shkonde e për drejtë, me thonë vetë, ishte interesant kur e pash, kam qesh, po dhe sa i shkonde. Edhe mu më duk shumë i lirshëm atë gatë. Shumë, pa, ishte shumë natural. Po pra. Sa e fortë ishte, sa. Duk shumë i lirshëm. Përthyrja e dorës, përdredhja e tij në atë formë. Mirë, po nesër nuk e imagjinova, domethënë që do të dilte do ta nxirrte veten në foto, qoftë me AI, nuk e di se si e ka bë. Me AI ishte. Do ta nxirrte me kështu me bikini dhe me si quhet kjo pjesa tjetër. Po shikojeni i mirë ishte 2 metra, ishte kukull. 2 metra me taka, gjitha ajo ishte me pëllëtën. Unë kur e pas tash, ua, dhe shku që boni, e shoh poshtë e kishe postu vetë, tash kyshe puni. Puni botës ja ku është. Kanë qytë edhe ministri e tij kishte qytë para ca kohësh, dalë më të çata, një fjalë që ne s'para përdorim më sot në shqip. Jo gjati. Ishte një fjalë tjetër. Ama ishte zëvendës kryeministri në komunikimin e saj në WhatsApp, kur kishte folur me të tretë, me persona të tjerë që janë në hetim sot, ishte drejtuar si Palloshi, zëvendës ministri. Zëvendës kryeministri. Po, pra Palloshi i gjatë. Pra gjithaj Palloshi i gjatë, por nuk përkon me pra gjatësia e tij fizike, nuk përkon me gjatësinë në raportin e integritetit. Në raportin asaj që ai thot, pra ai aktualisht është duke përmbysur vetë deklarimet që ka bërë më parë, pra i ka thënë shqiptarëve, a mund të ekzistojë një hajdut 2 metra i gjatë? Është të bësh show. Në thelb, po na vërteton të kundërtën. Që jo vetëm ekziston, por që është në gjendje të bëjë çdo gjë, edhe që është i gjatë. Për qëndruar në pushtet, megjithëse është i gjatë fizikisht. Ai e çana ka gjendë me bush. Kështu kjo histori. Ndërkohë neve si koalicioni shqiptar pro familjes edhe jedhës nisëm protestat tona në lidhje me urdhrin që ministria e këtu desha se kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është sa puni botës, kjo është puni botës, ba. E jo të merresh me kjo, nuk diun, qeshësh, qash, gjitha bashkësh kjo. Po shihni se çfarë bëjmë më por. Ministria dhe zëvendës ministria e linjës në Ministrinë e Shëndetësisë çon një urdhër qesutës që të përgatiten për të iniciuar terapinë hormonale tek të miturit dhe kanë të shkruar tek urdhri, tek edhe udhëzimi. Mosha 13.5 deri 18 vjeç. Po çfarë është kjo terapia hormonale? Terapia hormonale fillon me bllokuesit hormonal tek miturit. Bllokuesit hormonal janë preparate kimike
që ndalojnë zhvillimin natyror hormonal të të rinjve. Pra që një vajzë në moshën e pubertetit të saj të mos i zhvillojnë gjinjt, uterusi dhe dimensionin saj i seksualitetit. Më kritik që këta e kanë në zhvillimin. Nisin me blokuzit hormonal. Neve kemi parë që ke blokuzit hormonal janë preparate të cilat përdoren për kastrimin kimik të pedofilëve, pasi ndaj tyre është marrë një vendim në gjykatë për kastrimin e tyre, sepse janë shpallur fajtor, pra kanë përdhunuar një fëmijë dhe gjykata ka trajtuar çështjen ka shpall fajtor dhe gjykata amerikane apo në Perëndim, një nga metodat që përdor për dënimin e këtyre personave bashkë me burgun është kastrimi kimik. Pra do të jenë inaktiv, pasiv për gjithë pjesën tjetër të jetës tyre. Nuk do kenë në mënyrë që të mos kenë mundësi më të dëmtojnë fëmijët. Tani këto preparate kimike të kastrimit kimik ndaj pedofilëve, këta i përdorin si bllokues hormonal tek fëmijët tanë. Mirë po zotrin, se dëgjoj edhe teoritë të tipit, po ç'a halli ke ti? Ç'a halli ke ti? Po si ç'a halli kam unë? Ka hall të madh. E dini pse? Unë nuk kam problem nëse neve këtu kemi një homoseksual të ulur, që unë të ulem me të, të bisedoj me të, të debatoj me të pi kafe me të, ta haj drek me të, ta dua dhe ta pranoj edhe siç ai është në zgjedhjen e tij. Po unë problemin e kam nëse ky individ ose një grup syresh i tyre e kam me fëmijët tanë. Pra, unë nuk e kam në ata që e kam me veten, por unë e kam me ata që kam me fëmijët. Që do thosh, se që kam bërë këta? Ne dim që do të vinim këtu në momentin e kastrimit kimik të fëmijëve. Pse? Sepse një vit më parë ne kundërshtuam ligjin e barazisë gjinore, që u hap për debat publik me vonesë, dolëm në protesta, një ligj i ndërtuar mbi 44 e kusur nene të caktuara, brenda të cilit iniciohej dhe kjo historia terapive hormonale. Dhe fillon me ideologizim gjinor të fëmijëve, ligji për barazinë gjinore që 77 kartonat e rilindjes e kaluan në Parlamentin e Shqipërisë, presidenti me mos nënshkrimin dhe mos prononcimin e tij e aktivizoi, sepse edhe nëpërmjet heshtjes, nëse presidenti nuk do ta nënshkruante, thjesht duke qenuar pasiv dhe duke heshtur, automatikisht pas 2 javësh ligji do të kalonte. Dhe sot ka kaluar fluturën zyrtare dhe është ligj. Para 3 muajsh del ministria Kumbaro, që është ministria e arsimit, dhe deklaron përpara medias kombëtare që nga kjo vjesht, nga ky shtator i vitit 2026, të gjitha kurrikulat shkollore të fëmijëve tanë në sistemin parauniversitar, që përfshin kopshtin deri vitin e 3 gjimnaz. Pra 4-5 vjeçarët e parashkollarëve deri vitin e 3 gjimnaz do të mësojnë ideologizimin gjinor. Pra unë që kalamanin me mësu në shkollë biologji, këta duan të mësojnë ideologji. Do të shkojnë grupet e tyre dhe do të thonë djemve, mbasi keni lind trupin e gabuar. Pra do të hedhin dyshim mbi seksualitetin e tyre. Çuni vogël shkon në shtëpi, do shkojnë në shtëpi. Dhe këto nuk janë në paradigma abstrakte, po këto janë raste që ne i marrim nga kultura perëndimore, Amerikë, Kanada, Suedi, Norvegji, Gjermani. Ku këto ligji barazizinore ka vite që ka qenë ligj domethënë. Tani fëmia, djali për shembull, vike baba në shtëpi dhe i thot babës, o bab, unë ndjen vajzë. Çfarë thotë më thot baba, ka baba çun ti e çun, nuk e vëz. Dhe nëse fëmia shkon në shkollë dhe i thot psikologët të shkollës, i raporton për rezistencën që po i bën baba në shtëpi, për ta mbajtur fëmijën e vet, djalin në gjendjen e tij natyrore, për ta ndihmuar të jetë natyralisht djalë, atëherë gjë e parë që bëhet, thriten prindrit dhe merret mas ndaj prindërve. E dyta, nëse prindrit vazhdojnë të jenë persistent në ruajtjen e natyrës fiziologjike të fëmijës, atëherë shteti ta merr fëmijën. Fëmija nuk është më i babit dhe i mamit, por është pronë e shtetit. Dhe shteti ta strehon tek strehat gjinore. Strehat e barazive gjinore që administrohen nga grupet LGBT. Dhe këtu në këto streha nis procedura e terapive hormonale, që unë thash, fillon me bllokuesit hormonal, që vajzat mos rriten në pubertet si vajza, po dhe pastaj fillojnë terapit dhe u japin hormone mashkullore vajzave. Skema fillon moshën më e thjeshtë. Fillon në moshën 5 vjeçare në kopësht, që parashkollore. Po mi Dhe shiko, dhe për këtë arsye ne u ngritëm kundra ligjit për barazinë gjinore, që indoktrinon fëmijët të shikojnë me dyshim seksualitetin e tyre. Dhe nëse prindit i bën rezistencë, ta merr fëmijën nga dora dhe ta strehon ai tek këto qendrat e tjera, dhe gjëja e parë që i bëjnë fëmijës është fillimi i terapisë hormonale
nëpërmjet bllokuesve hormonal dhe pastaj fillojnë hormonet, pra vajza merr hormone mashkullore, djali merr hormone femërore derisa i çojnë drejt ndërhyrjeve kirurgjikale transgjinore që synojnë ndryshimin e gjinisë. Heqja e gjive tek vajzat e uterusit, zëvendësimi nëpërmjet organeve mashkullore, penisi e tjerë, dhe e kundërta që ndodh me djemt. Kjo është një histori Në shkollë, ai psikologu më burr. pa i psikologu më burr është i trajnuar nga këto grupe. Diti që kanë një bord këta, sepse brenda ligjit barazizinore ishte edhe ndërtimi, ishte një nen i veçantë që synonte ndërtimin e një bordi, thon këta kombëtar, ku do të ishin pjesëmarrës. Në këtë bord kombëtar, ma dëgjoj këtë se ke shumë të shkurtër. Jo, po të ngjej me shumë Te ky kujdes. bordi kombëtar, po kjo është antinjerëzore. Dhe kjo është ky genocid që i bëhet fëmijëve shqiptar. Ky bordi kombëtar do të përfaqësohej bordi nga çdo zëvendës ministri i çdo ministrie përkatëse, Ministria e Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, Ministria e Bujqësisë, gjitha Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, gjithë ministrit do të kenë një zëvendës ministri që të përfaqësohet. Do të jetë zëvendës kryeministria ose zëvendës kryeministri, cili do qoftë ai, do të jenë dhe 5 drejtues të organizatave dhe grupimeve LGBT që janë antar të përhershëm drejt këtij bordi. Dhe ky bordi kombëtar ka si detyrë eminente, urgjente, mbarvajtjen dhe avancimin e ligjit të barazisë gjinore, që nis me fëmijët në shkollë. Pra këta kanë ngrit qerfullin, ciklin, që i marrin fëmijët që në moshën 5 vjeç, duke fituar të indoktrinojnë me ideologjizim gjinor, i përgatisin, nisi me bllokuesit hormonal të këto qendra, vazhdojnë me terapitë hormonale dhe në moshën 14 deri në 16 vjeç rekomandojnë ndërhyrjet kirurgjikale të transgjinorizmit tek fëmijët. Kjo është masakra më e madhe që fatkeqësisht nuk po trajtohet aq sa duhet dhe ne kemi dalë në protest për këtë gjë dhe kemi kërkuar pushim nga punat ministrit të shëndetësisë, pushim nga punat të zëvendës ministrit të shëndetësisë, dorëheqjen e kryeministrit të Shqipërisë Rama, por që normalisht nuk presun as pushim të kryeministrit e tyre, as dorëheqje të Ramës, kështu që në këtë rast kjo qeveri duhet bjerë sepse është qeveri anti-shqiptare, në thelb përpara se të jetë anti-shqiptare për tokat dhe pronat dhe antikombëtare, përpara se të jetë për gjuhën, për doket dhe zakonet shqiptare, duhet të jetë sepse është një qeveri që po sulmon në mënyrë më të ashpër të mundur fëmijët shqiptarë, familje shqiptare, martesën mes një burri dhe një gruaje, po synon të shkatroj marrëdhënien prindër-fëmijë, sepse mund ta marrë një ditë fëmijën dhe thotë nuk ke më punë ti si bab me këtë fëmijë, sepse ti po hyn ke liria e tij. Fëmia është imi, i shtetit. E kjo është qeveria e ndërhyrjeve kirurgjikale të transgjinorizmit dhe kjo është qeveria e kastrimit kimik dhe sterilizimit të fëmijëve shqiptarë që janë arë e këtij vendi. O e që mësoreja shinave ti mo për zotin. Qiko? Dhe gjë, shive se është interesante këtë. Ndjes, Jo, me mene kontekstit i në datën 29 prill të vitit 2026, një muaj para, Komisioni i çështjeve sociale në Bashkimin Evropian merr një vendim. Vendimi ishte një projekt ligji i ri që bëjnë këta. Dhe projekt ligji quhet The Ban Law, ligji i ndalimit. Ligji i ndalimit të konvertimeve, thon këta. Po jo konvertim në fe. Pra që një musliman bëhet i krishter apo një krishter musliman apo një ateist bëhet i krishter. Po ndalimi i konvertimit nga homoseksual me u kthy në gjendjen natyrore, në gjendje fillestare, nga transgjinor në gjendje fillestare, nga një gjendje konfuzive, gender dysphoria, të një djali që shkon ke baba dhe i thot djem vajzë, dhe baba do t'i thotë ti më të ka baba çun, ti do të jetë çun, je në gjendje natyrore. The Ban Law, ndalimi i konvertimit ndalon jo kthimin nga gjendja natyrale je mashkull me vajzë, por kthimin në gjendjen siç ke qenë më parë, në gjendje normale. në gjendje normale. Në më lënë më këta. Dhe mjekët, psikologët që janë cilësuar në ligj, në projekt ligj, profesionistë. U ndalohet profesionistëve që janë mjek, psikolog. Dhe jo profesionistëve që janë babai, mami, pastori, imami, një komshi, një daj, një teze, që të ndikojnë sadopak për ta kthyer në gjendje natyrore fëmijën, pra nga gjendje konfuzive ose transgjinorizmi me kthyer në gjendje natyrore. Në të kundërt, nëse përpiqen dhe ka evidencë që përpiqen, ky akt njihet si akt kriminal dhe këta individ njihen si kriminal. Pra baballarët shpallen kriminal,
Mjekët që mund të jenë konservatorë, mund të jenë mjek që thonë ne nuk jemi për këtë lloj terapish, do të konsiderohen kriminal. Dhe ky projekt ligji do kaloj për të votuar në Parlamentin Evropian shumë shpejt. Pra jo vetëm kemi të bëjmë me një cikël të mbyllur që e marrin fëmijën për ta ideologizuar që në momentin kur shkon kopësht apo në shkollë, në klasë parë, deri në vit 3 gjimnaz. Por godet babain dhe nënën, godet shkencën që është profesionist i mirë i mjekësisë, që është mjeku dhe mjekja, godet dimensionin shpirtëror dhe fetar dhe moral të jetës, pastorin, imamin dhe priftin, që në fund të ditës neve themi martesa mes një burri dhe një grue. Ky është krimi, projekcioni i krimit hyjnor të Zotit mbi njeriu. Pra luftën e kanë me të gjithë ne, sepse target grupi që ata synojnë janë fëmijët. A di që sot në botë ka më pak fëmijë se sa kur ndonjëherë më parë? Dhe gjithë historia nis me planifikimin familjar, politikat për planifikimin familjar që nisën më njëherë pas revolucionit seksual, lëvizjes feministe vitet 60-70. A di që në Kinë është bërë një luftë e madhe me gjoba të rënda. Nëse një familje kineze dëshiron të kishte një fëmijë të dytë, deri dje duhet pagunte haracin. Pse? Sepse planifikimi familjar thoshte që duhet të ketë vetëm një fëmijë. Edhe kjo historia kontraceptive që u jipen kalamajve në përgjimnaze apo në 9 vjeçare. U jipen fëmijëve kontraceptiv. Në vend që të mësohet fëmijëve që të mos hyjnë në një marrëdhënie seksuale prematur me një person. Në vend që të mësojnë fëmijët që ta konsiderojnë të shenjtë seksualitetin e tyre. Edhe ta trajtojnë si diçka pa vlerë, si diçka që mund t'i japin kujdo, i japin kontraceptiv. Dhe i mësojnë planifikimin familjar, gjoja për të ruajtur shëndetin seksual të fëmijëve. Tani çfarë ndodh në Kinë? Kina nuk ka më fëmijë. Dhe di se çfarë ndodh. Punëdhënësit, që në këtë rast është shteti, por edhe bizneset private, kanë zgjatur kohëzgjatjen e pushimit të drekës për punojësit në Kinë, meshkuj dhe femra, që të shkojnë dhe të bëjnë seks me njëri tjetrin në shtëpi, në zyrë, në makinë, në hotel, tek hostelet, diku, sepse duan që të nxisin dhe të inkurajojnë të kundërtën, sepse po i shikojnë që shumë shpejt pas pak dekadash raca e tyre do të vdes, sepse nuk po ninin më fëmijë. Ka një lëvizje jo të vogël po të madhe majtiste grash në Kinë sot, të cilat konsiderojnë të shenjtë, po përdor fjalën të shenjtë jo në raportin fetar, po e konsiderojnë të shenjtë idenë e seksualitetit të tyre dhe thonë që jemi të martuar me veten dhe me karrierën, madje urrejnë burrat. Dhe është shndruar kjo si një ideologji që ka prekur masat, janë disa milion gra. Dikush do thotë po çfarë lidhje ka disa milion në një vend me 1.5 miliard. Po disa milion këtu që godasin martesën, burrin. Më shumë se sa 1 miliard, të cilët janë rritur me idenë që është keq të kesh më shumë se sa një fëmijë, sepse në të kundër do të shkelësh rregullat e rendit ligjor të shtetit kinez dhe do duhet paguash gjova. Tani nuk ka më fëmijë, jo vetëm në Kinë, po nuk ka më fëmijë në Perëndim. Arsyeja pse shqiptarët po shkojnë Perëndim nuk është se Perëndimi do shqiptarët. Është sepse qeveria e Rilindjes i urren shqiptarët, kjo është arsyeja e parë që e tham disa herë. Po e dyta është për shkak se Gjermania është detyruar të hapi kufit, Suedia, Norvegjia, Franca e tjerë, sepse popullsitë indigjene të tyre, pra po flasim për francezin, gjermanin autokton apo suedezin skandinav, nuk kanë më fëmijë. Është rritur shumë tepër numri, mosha e martesës, pra nuk martohen më të rinj moshën tek të 20-tat, mes 20 dhe 30-tave, por nëse martohen do të martohen diku nga mosha 40 e sipër. Është rritur numri i divorceve, dhe nëse do të ketë fëmijë, mund të ketë vetëm një fëmijë diku nga mosha 40 e sipër. Mirë po, që indeksi i lindshmërisë mund të qëndrojë në nivelin aktual, duhet të paktën të kemi 2.2 lindje për çift. Pra më shumë se sa 2 fëmijë lindet. Aktualisht në Shqipëri sot është 1.3. Pra ne kemi marrë fund në sensin e kontinuitetit të racës shqiptare, siç ne e njohim, në pas 25-30 vitesh në vim, sepse nuk po lindin më fëmijë. Dhe kjo historia është një manual, historia e planifikimit familjar, që lidhet me politikat antikombëtare, që lidhet me
politikat antifamilje, antinjeri, që lidhen me politikat gjenderizuese të fëmijëve, që lidhen me politikat LGBTQ, që lidhen me politikat e rrëmbimit të pronës të tokës etj. Është një manual i cili është shkruar dhe është implementuar prej shumë kohë. Kështu që e vetmja shpresë që Shqipëria dhe shqiptarët kanë është jo vetëm të rrëzojnë qeverinë Rama si një nga instrumentat më efikas të agjendave globaliste që synojnë shkatrimin ton si vend, por gjithashtu të vinë me disa teza të fuqishme politike, të djathta, konservatore, jo thjesht revolucion, por disa teza politike për të ruajtur rendin shoqëror, siç ne e thanë në fillim të bisedës tonë, por gjithashtu dhe për të ardhur me një prognozë se çfarë do të bëjmë me Shqipërinë për të kthyer lindshmërisë, për të kthyer martesës, për të kthyer idesa atë dhe dashurisë. Më shiko, gjithë ky problemi i fëmijëve në gjithë botën. Ka krau tjetër këta duan që ti bëjnë këto terapit se kjo e shfazon në situatën, mëse në qofë se edhe është kalamajt, qunat bëhen gosat bëhen quna, s'kanë më lidhe me njëri tjetrin. Lindshmëria pastaj kur të rriten këta është zero. Kanë, po kanë lidhje gocat me goca dhe çunat me çuna. Po gatë do ta bëjnë ata, apo bëjnë me laboratorët që po bëjnë këta. Po se çka ka ca teori tjera që në Shqipëri po qarkullon një pak material gjenetik ose sperm me thon shqip që vi nga Serbia. Atë në gjova dhe shumë. Në gjova që ishte ekskluzive nga Serbia. Interesante kjo si gjë. Por për të kthyer tek topiku i bisedës sonë që është një bisedë kombëtare me thelb kombëtar, me thelb sovranist, është me thelb për të rritur jetën, për të mbrojtur fëmijët, për të familjen. Ana po them do një logjik kjo pjesë më vonë. Po pra, po te më aktualisht ka të bëjë edhe me uljen e popullsisë. Ne na shqitur si arsyeshme dhe si logjikshme anti-arsye. Kundër kultura. Ne që kemi mbrojtur këto teza që ju po i dëgjoni sot, jam i bindur që keni dëgjuar edhe nga miqtë tanë që kanë qenë me ju këtu dhe kanë bërë punë shkëlqyer. Ne na kanë trajtuar si arkaik, konspiracionist, si të shmenë, njerëz me probleme, deri diku dhe nazist, fashist. Për shkak të perceptimit tonë për të rujt atë që është tradit, familja, jeta, adheu, kombëtaria, etj, flamuri e kështu. Por që ky është realiteti. Protestat duhet vazhdojnë deri në rrëzimin e qeverisë së rilindjes, sepse kjo nuk është qeveria shqiptarëve, kjo është një instrument në duart e disa, jo thjesht oligarkët këtu janë përfituesit e këtyre politikave, disa prej këtyre politikave antikombëtare, por janë në duart, kjo qeveri është në duart e disa agjendave që kërkojnë dhe synojnë shkatrimin e familjes në fillim, sepse momentin që ke një familje të shkatruar, momentin që ke më pak fëmijë, momentin që nuk ke politika fiskale, financiare në mbështetje të martesës, në mbështetje të strehimit, pra politika për të mbështetur të rinjtë dhe të rejat që të blejnë një apartament që sot është një kafshatë në lume. Ky shmirim është e pamundur në blejnë apartament sot 2 gazetar ose 2 mjek të ndershëm që nuk grabisin qytetarët e smur me pagat e tyre. Pse? Sepse politikat janë që të largohen, tikin qytet dhe të shkojnë të ardhmën e tyre diku tjetër. Tikin sa më pak shqiptarë në Shqipëri. Këtë kërkon regjimi i cili duhet të përmbyset, sepse Shqipëria do i kthehet shqiptarëve. Shumë pak kanë ngele. Por këto politika duhet të, pra unë nuk shikoj teza politike tek protesta, të cilat ndoshta është edhe çështje kohe, por duhet vinë si teza për të ruajtur rendin shoqëror dhe për të rritur shtetin. Po mirë, pastor, një pyetje. Nxerë sikur Rama ose Hoxhën çon si ka ra. Po. Dhe që do vinë ca tjerë për sa kohë parimisht, po themi kështu një pyetje totalisht jashtë logjike për publikun, sa kohë don ajo qeveria teknike të bëhet? Jo, qeveria teknike është detyrim ligjor që brenda një jave, sepse nuk më po qeveria e re pastaj. Pas kësaj vendosjes së qeverisë teknike, qeveria e re mundet edhe të marrim kohë. Mund të jetë 3 muaj, mund të jetë 6 muaj, mund të jetë edhe 1 vit. Mundet edhe kjo qeveri teknike, unë për shembull do të isha edhe për idenë që kjo qeveri teknike mund ta çojë vendin në zgjedhje normale, jo në zgjedhje parakohshme, por zgjedhje normale për të dhënë kohë çdo partie politike që të punojë. Po pse prapë me këto parti do bëjmë neve zgjedhjet e reja apo?
çdo qytetar është i lirë që të formojë një parti politike, mund t'i bashkohet një parti politike apo një lëvizje politike. Frika ime është kjo, nga protesta, meraku im, dhe kjo nuk duhet ndodhë. Meduza, zakonisht, i ha bitë vet, dhe ja zgjeson, vetëm për hir të pushtetit. Pra, fakti që unë shoh jo pak grupet majta, që janë të ekstremit majtë, grupe e Rinqorit, grupe tjera që janë grupet majta, organizatat të furnizuara nga George Soros e gjithë kjo histori. Natyrisht e majta ekstreme dhe majta do të përpiqet që të mbajë pushtetin. A do të bënte një kundërrevolucion për të mbajtur pushtetin në fuqi? Po edhe kjo mund të ndodhë. Për të mbajtur vetë këtë Ajo që tash pra është bo me dashje gjithë kjo. Gjithsesi, kjo nuk do të jetë dekorajuese edhe dekorajim për qytetarët që të protestojnë, sepse në fund do të kemi parasysh që të gjithë qytetarët duhet bashkohen me një parti ose me një forcë politike, që është aktuale, për të dhënë kontributin e tyre për ta bërë Shqipërinë. Shiko, është edhe diçka tjetër. Kjo vlen shumë që nesër ke edhe këta të rritë që mund vinë aty, që mund të njësë si këta, se tash koha na ka të regu që politikanë nuk e se si tu janë të kullum gjithë. Po kur të vinë një ditë, ta dinë që mund të shohin prap njerëzit. Edhe po ke jetë një gjysmë frike. Jam dakord. Mund të vlerë edhe në këtë. Jam dakord, jam shumë dakord. Pikpamje se jam shumë dakord. nuk presim i qeveri të rregull. Nëse pas ne. Nëse Rama dhe qeveria e rilindjes nuk bie, atëherë do të jetë më i fortë. Është ajo që Nietzsche tha kur ai jetoi dhe shkroi. Zë se Rak i thashun. Rak erdhi qeveria re. Protesta në parim, po. I arriti. Absolutisht po. Ai nesër patjetër që po. Gjysmë frikë se çan prapë do të hedh. Jo vetëm frikë, ne do të ndërtojmë sistemin check and balance. Pra, çdo strukturë që është pjesë e qeverisjes duhet t'japi llogari. Pra, këta njerëz duhet kenë parasysh që këta janë atje shërbëtor për të shërbyer interesave të larta kombëtare dhe interesave të qytetarëve të vendit vet. Dhe janë aty të zgjedhur nga qytetarët me një kontratë. Në momentin që ti nuk e zbaton kontratën, nuk i përmbush premtimet, po bën të kundërtën, atëherë qytetarët duhet të tërheqin. Rama ka përgjegjësi që të mos ta çojë vendin edhe Shqipërinë në vllavrasje. Sepse me sa unë kuptoj, natyrisht që do të luhet shumë edhe mbi teza që do të mund të vendosin në përballje grupime dhe grupe të ndryshme brenda tendenca ashtu duket brenda protestës, por ne detyrojmë dy gjëra, do të ruajmë unitetin kombëtar dhe do të ruajmë vllazërinë tonë, që ne jemi gjithë vëllezër. Ne jemi shqiptar, jemi të lindur këtu, flasim një gjuhë, pavarësisht a jemi musliman apo të krishterë, jemi gjithë vëllezër me njëri tjetrin në sensin e të qenurit bashkëkombës, qytetar të këtij vendi dhe atëtar. Të gjitha tezat duhet të konvergojnë në një pikë, rrëzimi i regjimit. Në momentin që rrëzohet regjimi, atëherë ngrihet një qeveri teknike e cila siguron që të mos kemi shpërbërje të rendit pushtetues dhe përmbysje, por përgatit vendin për zgjedhjet e mëtejshme. Po mund të jetë një shpresë ajo që këto ligjet edhe realisht këto gjonat harror që folëm neve deri tash tjerë rëdzojnë nesër pas nesër. Në qoftë se në qeveri, do vazhdojnë kështu. në qoftë se në qeveri, në predominancë, pra pjesa më e madhe e qeverisë teknike, ose qeverisë do të vi, do të jetë qeveri e majt, cila do qoftë ajo, po të jetë qeveri e majt, këto janë politikat e qeverive të majta në botë. Në nuk lëvizesh, si tusha si gjohë. Vetëm me djatha mund të ngrihet kundra, po edhe e djatha me një çmim. Sepse fatkeqësisht në Shqipëri neve kemi pas këtë termin e qeverisë ambasadorëve. Pra çfarë thon ambasadorët? Dalin edhe bëjnë qoftë ti e mban mirë me linjën e ambasadorit BE-s ose me disa ambasadorë të caktuar, atëherë ti mund të vazhdosh në pushtet. Është lajm i mirë që kemi një ambasador të ri që është duke ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në zyrën e Rrugës së Elbasanit, Tiranë, dhe është një ambasador i emëruar nga kjo qeveri, që është qeveria e republikanëve të djathtë dhe konservatorëve në Amerikë, që normalisht do të mbajë linjën e qeverisë së tij.
Edhe kemi një aleat të fuqishëm atje. Në raport me idenë e mos implementimit të këtyre politikave që shkatrojnë fëmijët dhe familjen, po flasim dhe lirinë. Por në qoftë se në qeveri do kemi Arlin Qorrën, në qoftë se në qeveri do kemi Arlin Qorrën jo si individ, po flas për grupime të majta, siç janë grupimet që përfaqësohen prej tij apo prej deputetit të tij në parlament. Nëse do të kemi në qeveri grupime të cilat janë furnizuar me para dhe me ideologji nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur i George Sorosit, i cili e ka për zakon, me thënë drejtën, këtë idenë e trazimit të ujërave për të krijuar edhe revolucione farse dhe për t'i dhënë njerëzve vetëm një imazh të asaj që ata imagjinojnë dhe ëndrrojnë, por që në thelb është, s'po ta them anglisht, the same, është një njëra gjë, është një kazan ku ato kanë ngrënë dhe kanë ushqyer popujt që kanë drejtuar. Atëherë fatkeqësisht do kemi të njëjtat politika që janë politika që degenerojnë familjen, fëmijët dhe e çojnë në shkatrim. Tani duhet kemi parasysh që Shqipëria sot ka nevojë më shumë se çdo herë tjetër për adhetar, dhe për qytetar, dhe për intelektual, dhe për çdo person i cili është i gatshëm për t'u vetë ofruar për mirëqenien e vendit të tij. Përveç kësaj, do të kemi parasysh edhe këtë që parrulla të tipit të gjithë në kosh, edhe ne që jemi këtu në shesh, do ta bëjmë vendin, edhe këto më duken pak parrulla komuniste, dhe duken pak parrulla shumë arrogante, sepse që të marrësh një njeri nga rruga, vetëm sepse ka qenë Se nga rruga ato është Arlindi me çunat aty me rruga, kuptoj. Edhe mbramën vlim ne. Është variacion, kështu e, variacioni zgjedhjeve është. Jo me vot, po e zgjidhim te form. Pra, Kjo është gallada e vurt. nën teksti është kjo që ne po diskutojmë pikërisht tani në fund, nën teksti i asaj që mund të ndodhë dhe asaj që duke ndodhë, që gallada e madhe do të ishte që do të kishim një qeveri teknike, edhe do të kishim një qeveri të re, e cila në predominancë, kjo do ishte gallada e madhe, në predominancë do të ishte e majtë. Dhe do vazhdojnë ekspansionin e politikave të tyre, shkontarizuese, degeneruese për fëmijët dhe familje, copëzimit të Shqipërisë, sepse kjo është e majta. Dalim ka lista që lexove të shpar. Ajo që lexuam shpar, revolucioni që prodhon më një oligarki edhe një censur dhe një regjim akoma më të ashpër se sa regjimi më parë. Për çfarë ishin njerëzit të gjithë ato kohën protest për 1, 2, 3, 4, 5, shumë mirë, kemi me listë po. Thyni brënjë tash. Ato që për ato që dolën, për ato do të nxjim. Pra, kështu që në këtë rast protestat popullore ne jo vetëm i përshëndesim, i duar trokasim edhe i mbështesin, por gjithashtu i bëjmë thirrje shqiptarëve që të jenë duke luajtur një rol aktiv edhe pas protestave, edhe pas rrëzimit regjim. Po e duhet. Për të mbajtur pushtetin. Duhet se ndryshe pasaj me gjitha i mundim që shkon kot. Nuk e dim se si do jetë barazimi. Nuk e dim se. Tash i zbatus është ky. Dhe e që është i zbatus, do vi një zbatus tjetër. Ti që do jetë pa pronare, të punoj çik në privat. Sa ti vi pronari, do ta shikojmë ca kohë mrapa pasaj me çinës se kjo punë, shikoj, Shqipëria është vend i vogël e bor. Këta politikanë që kemi neve, e disi si peshkon, është me ato rrjetën e Ciron ka. Në ana tjetër është një vend i vogël i cili mund bëhet shumë mirë. Jo, është mirë, po janë këta, po them. Se duke qenë se Shqipëria e vogël. Qartë, absolutisht po. Jam dakord, jemi në të faqe. 30 vjet. Një vend i vogël që mund të bëhet shumë mirë dhe mund të administrohet shumë mirë. Po di se për çka ka nevojë? Ka nevojë për dashuri dhe për integritet. Ka nevojë për burrat. Për integritet. Burrat e mbështeta. Për burra me integritet. Burra që nuk e shesin premtimin dhe nuk i shesin kauzat e mëdha të jetës edhe Shqipërinë për interesat e tyre personale. Inshallah, është ëndër që duhet bërë realitet. Do zoti, ma nuk di çfarë them. Unë jam i pari që komik ne jashtë Shqipërisë valla. Kam në gjimë në dorë se them nuk i ki. Ti ki përqef po. Asjes kam lëviz. Po vje dhe me plas kur i ngjon këto gjona bor. Vje me plas se çdo gjë me plan, edhe zbatojnë planin për pikëmëri, unë se di shumë djallëzum pas ka qenë. Unë kështu të le. Djallëzum se lek kam. Tash ku ke lek shumë edhe vazhdon të bësh prapë shumë i djallëzum. Dalim nga kjo se çko për murin e çem 3 orë 4 orë. Qartë, jo. Kam vetëm problemin ta. Po
Zdo ishte, do kisha qep të thirrsh në një rast tjetër. Jam i kënaqur dhe shumë i nderuar që të vi prap. Shikoj që bashkëshortja ime është duke më çuar mesazhe se janë A shkoj vonën? Sa? Ton. Shkoj vonën. por që biseda me ty vetëm ka rrjedh dhe vetëm më ke akomodu për të shpreh lirshëm fare. Domethënë ka qenë se kam qenë vetëm me veten. Edhe të jam shumë mirënjohës për bisedën që bëm. Një informacioni shumë i rëndësishëm. Edhe unë përrej në gjë me kujdes. Sepse atë që ti e thu, e shpjegon, duhet ta shpjegosh deri në fund. Pa u copëzu rrugës, se po e copëzova unë, me atë kuriozitetin tim domethënë humb kontekst, edhe unë gjë me kujdes. Sepse është informacion që E vërtet. po qofse kemi mundësi dhe 20 minuta pa të bonu. Edhe 20 minuta. Po mund ose 10 pakte. 10 sepse kam një diçka shumë të rëndësishme. Do t'i bi shumë për shkurt gjës, Po nëse mund ta trajtojmë. mund ta trajtoj edhe shumë shurt. Po shikoj që u bën nami këtu. je shumë vonë. Kaluam 2 orë, po më thotë bashkëshorti. Kanë kalu 2 orë. O Leo, po se jemi mbi 2 orë? Dhe ky zotëria që kemi Nuk ka është 85 vjeç dhe duhet përdori ilaçet. Nuk ka faj. Nëse bie të fikë thotë nuk kam çfarë të bëj me të. Okej, po i them. Po e mbyll. Ndërkohë, Vetëm një diçka të shpejtë. vetëm të shpejt, pa Nuk e zgjasim. Do të sintetizoj mendimin. E trajtojmë një rast Shoh që ke tjetër. zëvendësishme kështu jepi. Është temë shumë e gjatë. Jepi. Kam ndjek me shumë kujdes. Ti flet ndryshe nga ca tjerë valla. Flet për alienat. Flet për planetin X. Pastaj flet që para Adamit dhe Evës ka pas një toka ka qenë po U është temë e madhe, më është temë. Ne tash që kjo është temë e madhe. Si ta bëjmë? Lëm për një herë tjetër. Ta lëm për një herë tjetër. Do të hedh në një tezë. Një shash këtë. Ka shumë idera, domethënë problemi është i tillë që spuntoja erdhi edhe një herë tani kohë të fundit nga hapja dosjeve të FBI-s. Të kuptova. Dhe hapja dosjeve, një pjesë të cilave janë hapur dhe janë bërë publike për gjithë njerëzit. Ne kemi parë video të caktuara, mirë për kjo histori alienëve është një histori që shumë njerëz janë marrosur mas kësaj historisë alienëve. Ka njerëz të cilët kanë shkruar libra, filma për alienët e tjerë dhe ka teori të ndryshme mbi ekzistencën e tyre, a janë alienë siç na thuhet se janë apo janë diçka tjetër. Pra ka një nga teoritë e alienëve është teoria që lidhet me idenë e një race para adamore ose adamike, para se Adami dhe Eva të krijoheshin. Bota, toka, siç ne njohim, ka qenë populluar nga një racë tjetër. Nuk mund të them human, po qeniesh të tjera. Kjo më bëni përshtypje. Dhe përdoret keq apo jo, një varg i caktuar nga Bibla, që është Zanafilla kapitulli 1, vargu i 2, që toka ka qenë mbuluar nga ujërat. Pra ka qenë e përmbytur toka përpara përmbytjes së Noeut. Përpara krijimit të Adamit, pas ka pas një përmbytje të mëparshme toka ka qenë e mbuluar, por për shkak se kjo është quajtur racë e qenieve që banonin në planetin tonë, teknologjikisht ishte shumë jashtëzakonisht e avancuar, ata arritën që të largoheshin përpara kësaj përmbytje të madhe dhe të ruanin qytetrimin e tyre jashtë planetit Tokë në një planet tjetër që njihet si planeti X ose planeti Nibiru. Tani kjo është një gjë që duhet provohet dhe nuk ka të dhëna teologjike, fetare për këtë, por ka pafundësisht libra të cilë janë ndërtuar vetëm mbi këtë vargun e 2 të kapitullit parë të librit parë gjithë Biblës e librit Zanafillës, si toka që një herë e përmbytur nga ujërat dhe kjo, me shumë mundësi thonë këta, shpjegon gjithashtu dhe ekzistencën e alienëve të cilët ndërtuan qytetrimin e tyre dhe vijimin e qytetrimit të avancuar teknologjikisht, janë shumë vite drite larg më të avancuar se humanët e ditëve tona në botë, në tokë, dhe hera herës nga jashtë brenda, nga brenda jashtë e vizitojnë planetin tonë. Tani këtu ke cakon, ke jo pak individ të cilët i mshojnë kësaj teorie. Jo, po ka dhe 2 teori tjera. Më bëni përshtypje. Ka dhe 2 teori tjera. Kur i thot tilla, parethesh, se unë jam i fiksuar. Po ka dhe 2 teori tjera. Një teori tjetër është teoria që ekzistenca e nefilimëve. Nefilimët janë krijesa të cilët lindën si rjedhoj e bashkimit të ëngjëjve të rënë dhe të korruptuar, për këtë flet Zanafilla kapitulli 6, dhe kjo është e mbështetur teologjikisht, fetarisht pra. Dhe lindën njerëz nga marrëdhënia intime seksuale e ëngjëjve të korruptuar dhe të rënë nga marrëdhënia hyjnore me Zotin, që erdhën në tokë
me bijat e njerëzve. Pra patën raporte intime këto ëngjëj me femrat, me njerëzit. Dhe për këtyre vajzave lindën njerëz me aftësi të veçanta, gjysëm human dhe gjysëm hyjni, njerëz super të fuqishëm si Herkuli, Akili, Perseu nga mitologjia greke, ose gjigant siç i njeh Bibla në Testamentin e Vjetër, Goliathi për shembull me cilin përballet Davidi, gjigant, e ke edhe tek gigantin edhe tek Homeri ke Odiseja. Ke parasysh ke Odiseja i cili shkon ishull dhe kapet nga giganti bashkë me shokët e vet dhe ky e godet syrin, një sy që kishte giganti dhe vetëm kështu duke verbuar ata shpëtojnë. Pra historiografia, mitologjia dhe historia fetare është e mbushur plot tani me këtë dimensionin e dytë të ekzistencës së nefilimëve, të cilët lindën si rrjedhoi bashkimit seksual të ëngjëjve me bijat e njerëzve. Kjo është teoria e dytë. Mirë po, nëpërmjet përmbytjes së Noeut, që ndodh pas Zanafillës kapitulli 6, duke u përmbyt gjithë raca njerëzore, u përmbytën edhe këto gjigant dhe jetuan vetëm Noeu, gruaja, 3 djemt dhe 3 nuset e tyre. Dhe nga këtu neve marrim vazhdimsinë e ekzistencës tonë si human. Pra ne jemi bijtë e Noeut në një sens, të gjithë. Je mal për zotin. Ndërkohë, unë mendoj që, po këtë mund ta elaborojmë në the, që po ekzistojnë disa qenie inteligjente super shpirtërore me aftësi bihumane, që nuk janë as nefilimet, këto gjigantët për cilët po flisja tani, as popullsia e qenieve që u larguan nga planeti përpara përmbytjes dhe jetojnë diku tek planeti Nibiru ose tek planeti X, që ne nuk e dim ekziston apo jo. Por janë qenie shpirtërore që janë engjëj ose djalë, të cilët kanë veti hera herës edhe të mund të duken, të shfaqen si engjëj drite ose të hyjnë në komunikim me njerëzit. Por për këtë do na duhet ta elaborojmë Sa e thellë jo, që drejt deri këtu se për kaq sa na dhe, mu më shtive të zixat, kështu që u mezi pres puntatën tjetër. Nuk kemi të vetmit për diçka do të jemi sigur, nuk kemi të vetmit banor të këtij planeti. Planeti nuk ka qenë i populluar më parë nga këto qenie engjëllore, që më pas ishin qenie diabolike, që kanë fronin e tyre këtu në botën e njerëzve. Kanë datë toka këtu, kanë me letra. Kanë vetëm se problemi që nuk i shohim. Apo ato e kanë me letra po. Kanë me letra. Ai thotë në pronari, thotë Luciferi i kësaj bote kështu. Ai thotë dhe. E je ma për zonë. Falenderoj. Sinqerisht ke kënaq. Ç'a të them unë, tek këto lloj temash nuk e di. Po jam i gatshëm që tutemi dhe të bisedojmë edhe për gjëra tjera së bashku, kështu që mund ta prekim edhe këtë mund thësi. Kjo është goxha e thellë, se duhet kam ndjek dhe ti ke fol goxha për këtë gjë, po unë du që me kismet, kur ta kesh ti mundësin, do flasim, po do zbërthehesh fare, sepse është shumë interesant ti ngjosh këto gjona nga ty, se i kemi gjumë përgjithsi. Po nga ty është se është një miks informacioni, nuk është se çdo gjë që e gozhdon, ekzistojnë aliene të shkyeshej. Ti bën një gërshetim shumë të bukur, me shumë faktorë të tjerë, domethënë që japin sens në disa gjëra japin sens tamam, logjik. Sa nuk është se i kemi me fakte në thojë. Po sensi logjik është gërshetimi që i bën. Edhe ti aty më le pa fjalë, po unë do pres dhe rast. Que la playa está de baile. Otra que no pare. Dale duro. Ju përshëndes dhe shihemi rasti edhe ju du fort, zgjidhve, çfarë do të mëjnë. Ciao. Dale, 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 dale. Que la playa está de baile.